Radhës, Selamu Aleikum Hoxh, pyetje rreth çështjes së haxhit. A duhet bërë niyeti për haxh edhe nëse nuk i ki mundësitë financiare për të kryer atë? Allahu i shpërbleft. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Niyetin për haxh nuk duhet me bë paunis me bë haxhin. Po niyetin për tash nëse bëjmë pasunia kemi bë haxhin, nëse thuhet kështu, nuk ka kush për muslimanëve që se ka këtë niyet. Por me bë niyetin e haxhit duhet masi që të vinë pasunia, edhe masi që të nisesh me bë haxhin, edhe masi të mrish te pika të cilat do të me vesh ihramin, atëherë do të me thonë edhe niyetin e haxhit. Do të thonë nëse është për çet procedurë, nuk duhet me bë niyetin derisa të vina në këtë pikë. Kurse nëse është çështja që a duhet me pas niyet me kry haxhin, po kur t'kena mundësi, kret musliman, secili që i beson shtyllat e Islamit, e beson që edhe kur të bëhet pasunia ka me kry haxhin, inshallah, wallahu a'lam.